Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin maj edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund të ndjekin dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Briciapit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe shohim energjinë që do na vi për shenjën tuaj. Në rregull janë letrat. Atëherë, në javën e parë, ju shoh keni të bëni me energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të tokës, por edhe të ujit. Shoh që do përdorni shumë fort pjesën e logjikës, do jeni më me këm në tokë sepse jeni te energjia juaj gjatë kësaj jave, por shoh që do keni dhe shumë emocione. Në lidhje me pjesën e beqarve, ju keni marrë eksperienca në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni kaluar, në lidhje me dashurinë, me njohjet, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe kjo gjë ju ka bërë që të mendoni më seriozisht në lidhje me një njohje që do futeni ose me marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër, ndoshta do dëshironi të çoni para njohjet, lidhjet që mund të keni krijuar deri në këto momente. Dhe gjatë javës së parë do ta mendoni dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës sesa pjesën e zemrës. Për një pjesë tjetër, mund të keni marrë eksperienca në lidhje me punën dhe do përdorni shumë fort pjesën e komunikimit aty, mund të keni të bëni dhe me institucione të larta shtetërore. Ndërkohë mund të jetë një person që do t'ju mbështesi në lidhje me këshillat që mund t'ju japi ose edhe nga ana ekonomike. Dhe shoh lajme të mira në lidhje me punën, ndërsa për një pjesë tjetër nga ana ekonomike jeni në kërkim, mund të jeni në kërkim të një pune, të një partneriteti, të një bashkëpunimi, dhe po e mendoni shumë seriozisht të pjesë. Edhe pse ju shoh në një pozicion shumë të favorshëm, ju do merrni lajme të mira edhe nga ana ekonomike, sepse ju shoh ose do merrni disa para ose jeni duke menduar ndoshta edhe për një investim ose diçka tjetër. Disa prej jush mund të kenë lidhje me institucionet të shtetërore, institucione private, me zyra të ndryshme, me pjesën e dokumentave, por dhe me situata të ndryshme që ju mund të keni. Shoh që do jepni disa para aty, ose një person do t'ju mbështesi në lidhje me këto institucione dhe do keni lajme të mira gjatë javës së parë. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, që jeni ju vetë, përsëri energji toke dhe kemi energji të shenjave të zjarit. Në fillim të javës së dytë, të gjitha ata që do hynë në një njohje të re me një person, ju do jepni dhe do merrni me këtë person, do shkëmbeni mesazhe ose mund të jetë dhe një person që ju do të takoni nga afër. Ndërkohë ju shoh në një pozicion të mirë, por ndërkohë do jeni dhe në dilema në lidhje me këtë person. Nëse do keni një takim ose nëse do hidhni themelet forta në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në çift, në rastin tjetër, ndërsa për disa prej jush mund të jeni në dilema në lidhje edhe me disa festime. Ju dëshironi të festoni diçka gjatë kësaj periudhe, ndoshta një lloj stabiliteti që ju do krijoni, dhe ndoshta do ndjeni edhe midis dy situatave, por jeni duke menduar shumë fort këtë pjesë. Një pjesë prej jush, ju shoh do merrni disa para, por ashtu si do t'i merrni, ashtu do t'i shpenzoni.
Ndërkohë, do ndiheni ose midis dy situatave të vendi punës, mund të jeni midis dy punëve të ndryshme dhe jeni duke menduar, ose mund të dali dhe një punë tjetër dhe ju do mendoni rreth kësaj pune që do dali. Gjithsesi në fund të javës, shoh që ju do harrini të stabilizoni situatat. Dhe këtu ka lidhje në të gjitha situatat që mund të jeni, mund të ketë lidhje në situata të ndryshme në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Në rastin tjetër, mund të jeni ka lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Ndoshta ju jeni duke menduar midis dy opsioneve që do keni edhe nga ana ekonomike. Sepse ju shoh që ju merrni disa para, por siç i merrni, ashtu dhe i shpenzoni. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju ndoshta të gjithë ata që kanë të bëjnë me dokumentacione të ndryshme, ose me çështje të ndryshme me dokumentat, ju do jepni disa para në lidhje me dokumentat, por mund të keni dhënë dhe një shumë dhe do jepni dhe një shumë tjetër, por në fund të javës do harrini të stabilizoni edhe situatën e dokumentave. Disa prej jush ju shoh me festime, mund të keni festime në familje, mund të keni festime në rreth një takimi që do keni me një person, ndërsa për pjesën tjetër mund të jenë festimet e vendi punës, ku ju në momentin që do harrini të stabilizoni situatat, ju do dëshironi të ta festoni këtë situatë. Gjithsesi ju shoh që do hidhni themelet forta në lidhje me gjithçka. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, ju shoh që keni të bëni me energjinë e shenjës të luanit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës që jeni përsëri ju. Ose ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Ju jeni përballur me shumë sfida dhe këto sfida mund të kenë qenë për një kohë të gjatë te ju. Por gjithsesi ju do gjeni forcën për të vazhduar përpara. Ju shoh me lajme të mira për gjithë pjesën e beqarëve. Një person i ri do vi drejt jush. Është një person që ka emocione. Ndoshta ju keni kaluar vështirësi në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet e mëparshme që ju mund të keni pasur. Dhe ky person ju do gjeni forcën për të futur në këtë njohje të re. Dhe është një person që është te vendi punës. Është një person që ju admiron, ju pëlqen dhe ju do harrini të futeni në një njohje ose lidhje me këtë person. Ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që janë në marrëdhënie në çift, do merrni lajme të mira nga fëmijët tuaj, ju mund të keni kaluar dhe situata të vështira me fëmijët, por gjithsesi një lajm i mirë do t'ju gëzojë. Dhe ju shoh që ju do bashkëpunoni shumë me fëmijët gjatë kësaj jave. Ndërsa për pjesën tjetër, për gjithë ata që kanë lidhje me punën, keni kaluar disa vështirësi dhe te vendi punës, gjithsesi do keni lajme të mira. Ju shoh që do keni bashkëpunime të ndryshme në punën tuaj, por të ardhurat do jenë shumë të kënaqshme në fund të kësaj jave. Këtë mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që mund të keni bërë, që mund të keni pasur në lidhje me shtëpinë, me familjen, në situata me vështirësi të ndryshme ose sfida që ju mund të keni kaluar, gjithsesi ju do harrini të çliroheni nga këto sfida. Dhe ju shoh që do jeni shumë bashkëpunues gjatë kësaj jave. Dhe këtu mund të keni dhe projekte të reja, bashkëpunime, partneritete, por që do jenë të ardhurat vogla. Një pjesë prej jush mund të keni lidhje dhe me ju dëshironi të filloni diçka të re, ndoshta një punë ose një punë edhe në lidhje me bashkëpunim, që mund të bashkëpunoni dhe me dikë tjetër, diçka të re, ka lidhje me diçka të re. Por shoh që të ardhurat në fillim nuk do jenë shumë të kënaqshme. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të shenjës së Shigetarit, Demit, por dhe Peshores. Më falni, vetëm me shenjën e Demit. Këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të Zjarit dhe energjitë shenjave të Tokës. Në fillim të javës së katërt, ju shoh që ju do jeni më studios. Një pjesë prej jush do studioni situatën rreth një personi që ju dëshironi të futeni në njohje.
Disa të tjerë, ju ndoshta do jeni duke analizuar situatat në njofit lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju shoh që do besoni shumë fort te intuita juaj në lidhje me dashurin, me marrëdhëniet që ju keni. Ndërsa për një pjesë tjetër do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar deri tani duke futur besime të reja, por duke dëgjuar dhe brenda vetes tuaj, duke dëgjuar zërin tuaj të brendshëm. Ndërsa me punën tuaj, dhe aty shoh që ju do filloni të analizoni gjithçka në lidhje me një punë të re për një pjesë prej jush, për pjesën tjetër në lidhje me bashkëpunimet, partneritetet, karrierën tuaj, por dhe me pjesën e dokumentave. Jeni në pritje të një përgjigjeje, keni ndryshuar këndvështrim në lidhje me situata të ndryshme që mund të keni pasur dhe në mesin e javës së katërt ju do filloni të bëni plane afatgjata, si në lidhje me dashurinë, me njofjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet, por edhe me punën tuaj dhe nga ana ekonomike. Dhe shoh një fillim të ri ekonomik. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një punë e re ose një projekt, një bashkëpunim. Në rastin tjetër, ju mund të filloni diçka, një lloj investimi që mund të bëni nga ana ekonomike për të rritur të ardhurat tuaja. Por është një fillim i ri që do marrë zhvillime shumë të mira dhe që do sjellë të ardhurat të mira. Gjithsesi mund të jetë edhe një punë tham e re që ju mund të filloni dhe të jetë një punë që mund të ketë një pagesë më të lartë. Jeni duke pritur një përgjigje dhe shoh që ju do harrini të filloni diçka deri në fund të muajit. Gjithsesi ju shoh me plane afatgjata, ndryshoni këndvështrim në lidhje me situatat, ndryshoni besimin, nëse deri në këto momente keni besuar në diçka, hiqni dorë dhe fusni besime të reja. Është një muaj fantastik edhe për shenjën tuaj. Ju shoh që mendoni shumë nga ana ekonomike, gjithsesi do harrini të stabilizoni situatat. Lajme të mira, por dhe bashkëpunime gjatë këtij muaji. Dhe marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thon, çfarë mesazhi ju japin. Dhe kemi tetën e kupave. Shoh që ju largoheni nga diçka, nuk e di, por do largoheni nga diçka. Mund të jetë diçka që ju ka lodhur. Mund të jenë situata në lidhje me dashurinë që ju dëshironi të largoheni për të marrë një drejtim më të mirë në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër mund të jenë situata te vendi punës me projekte, me bashkëpunime dhe ju dëshironi të çliroheni duke marrë një drejtim më të mirë, duke bërë diçka tjetër. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me pjesën e dokumentave, për disa prej jush me fëmijët tuaj, dhe për një pjesë tjetër me anën ekonomike. Ju është një muaj që ju do të jepni drejtim situatave, por këtë do ta bëni për të marrë një drejtim më të mirë për veten tuaj. Disa prej jush mund të kenë lidhje me shëndetin këtu, se nuk e tham, duhet ndoshta gjatë këtij muaji mund të merreni me fitness, nuk e di, me palestër ose diçka tjetër, dhe shoh që ju do mendoni që gjithçka të shkojnë në një drejtim më të mirë. Atëherë është një muaj fantastik, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në video të radhës.